Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Kosovë ka përshëndetur përmbylljen e suksesshme të procesit zgjedhor dhe demokratik në Republikën e Kosovës. Në emër të komunitetit të biznesit, dhoma ka uruar fituesin e zgjedhjeve lëvizjen vetëvendosje, si dhe kryeministrin në detyrë Albin Kurti. Dhoma ka theksuar pritjen për formimin e shpejtë të institucioneve të reja, duke nënvizuar nevojën që qeveria e re të fokusohet në adresimin e sfidave të shumta me të cilet po përballet ekonomia e vendit. Po ashtu dhoma e Tregtisë dhe Industrisë ka ritheksuar përkushtimin e saj për të vazhduar rolin si partner aktiv dhe konstruktiv i institucioneve shtetërore në funksion të zhvillimit të përgjithshëm ekonomik të vendit. Në emër të komunitetit të biznesit i urojnë fituesit të zgjedhjeve lëvizjes vetëvendosje dhe kryeministrit Albin Kurti, duke i uruar suksese në udhëheqjen e institucioneve të vendit. Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë pret formimin e shpejtë të institucioneve të reja dhe që qeveria të ketë fokus në tejkalimin e shumë sfidave me të cilat është duke u përballur ekonomia. Dhoma mbetet e përkushtuar në vazhdimin e angazhimit të saj tradicional të qenit një partner aktiv dhe konstruktiv i institucioneve në të mirë të zhvillimit të përgjithshëm të Kosovës, thuhet në njoftimin e dhomës së Tregtisë dhe Industrisë. Po ashtu, sipas dhomës, dialogu i hapur dhe i qëndrueshëm ndërmjet qeverisë dhe sektorit privat mbetet faktor kyç për ndërtimin e një Kosove më të fortë ekonomikisht dhe më të qëndrueshme për qytetarët e saj. Në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të zhvilluara të dielën, lëvizja vetëvendosje ka fituar 49.3% të votave, e pasuar nga Partia Demokratike e Kosovës me 21.01% dhe Lëvizja Demokratike e Kosovës me 13.59%, ndërkaq Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës sipas këtyre rezultateve ka marrë 5.68% të votave.